Shikoj, tani është momenti për përgatitur një sallatë. Është një pjatë e freskët e shëndetshme me shumë vitamina, duke filluar prej arrave. Pastaj kemi rukollën, kemi rushin e thatë dhe kemi drepzat. Të ftuarin e kam vegan, po s'ka lidhje, edhe na që jemi vegan, i hin me ftyrë kësaj sallate sepse është shumë e shijshme. Atëherë, pa humbur kohë, po fillojmë pra këtu kemi rukolla dhe në tek rukolla do ta vendosim, direkt do t'i vendosim rushin e thatë, ja kështu, dhe arra, të cilat i kam ngri më herët. Tani do të vendosim pak lepet, pak piper të zi, mjafton. Tani, këtu kemi uthullën, kemi 3 produkte nga punti, kemi uthullën e mollës, ja, keni mollën e kuqe, sepse keni edhe uthull nga molla e gjelbër, çka doni. Dhe këtu e kemi pontin tjetër, ja, e kemi këtë aceton balsamico të trash, si mjalta. Pra kemi edhe drezën këtu dhe kështu pa humbur kohë. Tek sallata do të vendosim uthull molle, po shumë pak, ja kaq, u kry, shumë pak. Pasi, këtu kemi super vaj, në qoftë se nuk e keni ble ende moninin me aromë limoni, ja është kjo këtu. Pra kemi moninin, por moninin me shije limoni është fantastike. Ja, vendosim tani vaj, ja pra, shkojmë me vaj, mjafton, është mjaftueshë. Dhe tani, çfarë do lloj luge, piru, unë e kam marrë pincetën, me pincet, ja, do ta përzijem mirë, ose mund vendosin një dorës, a me dorës hala ma mirë, ja kështu. Do ta marinojmë mirë e mirë. Ja, pra, do ta marinojmë kështu. Mirë e mirë. Kemi arrat, pra, rushin e thatë, o zot, duket fantastik. Okej, shikues, ju thash që mund ta përzini si çdoni, por tani ta vendojmë dorëzën, ta vendosim dorëzën, do ta marrim këtu një pjatë, thash krijojmë një kontrast. Të ftuarin e kemi gjini mashkullore, ta shkojmë një pjatë gjyre kaltët e hapur, pasi që e kemi edhe drevzën, e cila është e kuqe, do të krijojmë një balancë dhe ngjyrë. Mi thash që edhe me dorza është mirë sa marinojmë, ja ta marinojmë një herë. Ja, pra, sallata duket fantastike, o zot, s'kam koment, ja. Tani, me ndihmën e dorëzës, ta vendosim sallatën tek pjata, se do t'i kapi më mirë arat edhe rushin. Hajde shkojmë bashkë. Kështu. Dhe tani do t'i kapim arat. Sekund. Ja pra, me dorës e keni më lehtë sepse kapen më mirë. Tani do t'i marrim drezat. Ju mund t'i mirni drezat dhe t'i marinoni edhe brenda sallatës, që t'ja u doni gjoçka e zemrës. Por më herët kemi pas sallata tilla, edhe hajtash, sot do të shkojmë ndryshe. Ja, do ta mbushim kështu kuq, na duket pjata ende më bukur. Ja, pra, kështu. O zot, shikoj sa bukuroshën. Dhe tani kemi këtë bukuroshën tjetër, e cila do ta zbukuroj ekstrem shumë. Përveç që do ta zbukuroj pjatën, kjo do t'jep edhe shumë shije, pasi që e kemi edhe të trash, edhe të ëmbël, o zot. Ja kështu. Dhe ja pra, do ta dekoroj në këtë formë. Wow, shikues, s'ku di Picasso. Kjo është pra pjata, ja, nuk ju vjen shkollë, shikues, e thjeshtë, se bile kemi internetin, se nuk e pash në internet, shkova me logjikën time, sepse fola me të ftuarin, tash më du me ta bo një sallatë, po, tha i ha këto, ja pra, kemi ndonjë mysafir, sepse jemi mësu sallatën me pas në vangëll edhe pastaj me servu në pjata, pse jo, pak nga pak, se cili të ftuar, nëse keni mysafir në shtëpi, dhe ju duket kinë se jeni në restorana, sepse kur diçka duket e bukur dhe mos me qenë fort e shishme, duket e mirë dhe se është e bukur. Pak shaka, por një sallatë e shëndetshme, e shishme. Krejt ju që
sa po e një zgju se keni pasi pregaditet 3 minuta pun kur përfundon emisioni, e gjeni në YouTube të Këshia Anës dhe ju bëft mirë. Këtu kemi pak për mua dhe cakin. Cakja e undë? Pak. So që pja mursinë për cakit po. Nështë atë juve që kus po është fantastike. Dhe zilja. Sa tash po shkojmë një reklam, por na erdhi ftuari. Po shkojmë po ja hapim derën, mos tregohem me keqe, e pastaj bashkë me atë e kërkojmë reklamën. Mos ndroni kanalin. Shikues se kapa. Nuk e qita unë e pjatë heqe mora një lukë, qëtu. Hajde ashtë ta provojmë me lukë. Ako bo diçka? Hajde të provojmë. Bismillah. Bismillah, po më shumë jep komen. Pa e marrë mirë për funi arën, këtë. Pa e shjur. Hajde shikus t'i vendosit sa dreza këto. S'po flasur e? S'ka fjallë. Aja kom zbut që jenë. Shumë. Për të qanë? Te për shishmë. Bravo, Ana. Bravo, Ana.